dytë, por për më shumë detaje ne përcjell kolegu Pula. Besi, përshëndetje, çfarë ka ndodhur? Përshëndetje Delina, në fakt rreth orës 12:26 minuta, pra më saktësisht 5:07 minuta më parë, është grabitur kjo bankë e nivelit të dytë OTP Bank, që ndodhet pas krahëve të mi, ku të paktën burime nga policia e Tiranës bën me dije se autori ka qenë, dyshohet se nën kërcënimin e një mjeti të dukshëm si armë, ka hyrë në ambientet e brendshme të OTP Bank dhe ka marrë parat, dyshohet, të një personi i cili po i depozitonte pranë arkës. Pas burimeve, të paktën mendohet që autori ka ardhur përmes një skuteri, pra nga kryqëzimi i stadiumit, le të themi Selman Stërmasi, që ndodhet vetëm 5 apo 6 metra larg vendodhjes tonë, në drejtim të kësaj banke, dhe më pas është larguar me të njëjtin mjet me shumën e grabitur. Deri tani, të paktën burimet ende nuk ka një detaj konkret se sa është shuma që është grabitur, por pasi po bëhen dhe po merren në pyetje të gjithë personat që kanë qenë të pranishëm, përfshirë këtu persona qytetarë që po merrnin klient, pra që po merrnin shërbim pranë kësaj banke, e po ashtu edhe drejtues të bankës dhe personelit të cilët kanë informacion në lidhje me këtë ngjarje. Siç mund shihet Edelina, edhe pas krahëve të mi, ende në brendësitë le të themi bankës ndodhet ende në brendësitë të bankës ndodhen le të themi ekspertët kriminalistë dhe grupi hetimor, i cili po kryejnë veprimet hetimore për të vijuar më pas me pjesën e marrjes së shenjave të gishtave dhe provave të tjera materiale që mund të jenë lënë në vendin e ngjarjes nga autori dyshuar i kësaj grabitje. Por në fakt, sa i përket grabitjes, sigurisht që po flasim në një zonë të populluar, në një zonë me popullsi të madhe dhe sigurisht që edhe pse në fakt jemi vetëm në dyshime paraprake që ka qenë le të themi me një mjet në duke armë, nuk dim themi nëse arma ka qenë e vërtet apo lodër, por të paktën sipas edhe asaj çfarë kanë shquar dhe deklarimeve paraprake të punonjësve të bankës, dyshohet se ka hyrë nëpërmjet këtij mjeti që duket si armë dhe ka grabitur një shumë parash që ende nuk është e zyrtarizuar në këto momente nga grupi hetimor. Po. Më falë të pyes, ju më thatë që ja ka vjedhur një personi që po i depoziton të parat në ato momente në bank, pra në sektorin atës që njihet pranë arkës. Në këto raste, përgjegjësia mbetet e bankës, duke qenë se ngjarja ndodhi brenda ambienteve? Në fakt Etelina, kjo është një gjë që duhet verifikuar në vijimësi dhe do duhet pastaj nga hetimet do dalë se kush është përgjegjësi, pra nëse është banka, nëse banka ka pasur konform rregulloreve të gjitha mjetet dhe elementet e sigurisë, pra qoftë punonjësit e sigurisë të trajnuar që duhet të jenë brenda, apo më pas edhe nëse ka pasur ndoshta dhe neglizhencë nga vetë personi. Por fakti që ka ndodhur brenda bankës, dyshimi i arsyeshëm është që përgjegjësia në këtë rast mundi bjerë bankës për shkak se po flasim në ambientet e brendshme të bankës dhe jo në rrethimin e jashtëm të saj apo në hyrje. Të paktën sipas burimeve paraprake dhe grupit hetimor, ai ka qenë në momentin e parë të le të themi të grabitjes, ka qenë në afërsi të arkës ku ka kryer grabitjen dhe me shpejtësi është larguar me të njëjtin mjet skuter në drejtim të aksit tjetër që ndodhet më afër për të humbur kështu gjurmët. Aktualisht në vendin e ngjarjes është rrethuar gjithë zona dhe ndodhen një numër i madh i forcave të policisë, thuajse të gjitha departamentet e policisë kriminale, por dhe jo vetëm, të cilët po hetojnë këtë rast dhe janë në vend, le të themi, në ndjekje për të gjetur se kush është personi që kreu këtë grabitje. Kjo nuk është hera e parë që bankat e nivelit dytë, le të themi, tentohen të le të themi ka vjedhje, sepse edhe pak muaj më parë në ambientet e kompleksit të njohur Deli Orgji, një person tjetër tentoi të vite po ashtu një bank tjetër të nivelit të dytë, por në atë rast për pak minuta më pas ai u neutralizua nga forcat e policisë dhe grabitja le të themi dështoi. Por në këtë rast ka dyshime që grabitja është finalizuar dhe është marrë një shumë parash dhe ky person është larguar nga vendi i ngjarjes duke lënë pas ndoshta vetëm provat apo pamjet e sigurisë që kanë filmuar momentin e ardhjes, grabitjes dhe më pas largimit të këtij autori të dyshuar. Besi, në ditë të zakonshme, në ditë normale, zona ku ti ndodhesh, ka prezencë të uniformave blu apo jo?
Etelina, në fakt, kjo po flasim për një zonë e cila ka një popullsi të dëndur, sigurisht. Dhe nga ana tjetër ka po ashtu një numër të lartë biznesesh, jo vetëm në këtë trotuar ku jam pozicionuar dhe ndodhet banka pas krave të mi, por e gjithë zona edhe përballë, edhe më pas te kryqëzimi, sepse është një kryqëzim, le themi, me fluks të lartë automjetesh, me lëvizje të mëdha qytetarësh dhe po ashtu lidh dy zona të, le themi, të Tiranës, pra zonën kryesisht me stadiumin Dinamo dhe zonën tjetër nga ana tjetër e kryqëzimit me komunën e Parisit, dhe sigurisht që në të tilla raste ka patrullimet nuk është se mungojnë në të tilla zona, por në fakt në vetvete duhen parë të gjithë elementet, nëse ka pasur patrull afër, nëse ka pasur ndërhyrje, kur është bërë telefonata në drejtim të, le themi, sallës operative, dhe sa ka zgjatur më pas edhe ardhja e forcave të policisë në vendin e ngjarjes, sepse në fakt Etelina sigurisht nuk duket e logjikshme që një person të kryejë një grabitje dhe të paktën siç mendohet që është larguar me skuter. Nga informacioni paraprak, duhet theksuar se është informacion paraprak deri në këto momente që ne flasim, dhe sigurisht se si mund të humb gjurmët një person i cili është me skuter vetëm pak minuta pasi largohet nga vendi i ngjarjes, pasi ka kryer grabitjen. Do duhen parë më pas, sepse aktualisht që flasim, ajit edhe nga informacioni që ka marrë nga Drejtoria Vendore e Policisë së Tiranës, aktualisht po operojnë edhe me kthyrjen e kamerave të bizneseve përreth për të parë mënyrën e largimit, edhe pse dyshohet që fillimisht është larguar me skuter, por nuk përjashtohet mundësia që të ketë pas bashkëpunëtor apo persona të tjerë që mund të kenë ndihmuar në ikjen e autorit të dyshuar bashkë me paratë që ka vjedhur në bankën OTP që ndodhet këtu në zonën e stadiumit Dinamo. Faleminderit Besi për gjithë raportimin e informacionet.